Edhe pse është më e madhja, nuk i ka numra të mjaftueshme. Po ndihemi sikur të jemi në një qerdhe të fëmijëve. Është edhe kokçari edhe për qytetarët e vendit dhe tallje me gjithë qytetarët. Pse kjo kokëfërci nga një parti politike? Ne përshum që ka një kokëfërci nga mazhoranca deri tashme, që realisht deri me tani nuk ka asnjë ndryshim, biles po shpik edhe format të ndryshme, vetëm që mos të qetë në votim edhe kandidatën e tyre në Kuvendin e Kosovës, që po shihet qartë që po dështon çdo herë sa e qesin në votim, pavarësisht sa i ka numrat në Kuvendin e Kosovës, ato numra nuk janë të mjaftueshme që të zgjedhet kryetari i Kuvendit dhe për të zgjedhur dhe për të konstruuar Kuvendin e Kosovës. Andaj me të vërtetë është edhe kokçari edhe për qytetarët e vendit dhe tallje me gjithë qytetarët. Pse kjo kokëfërci nga një parti politike? Spaku edhe me ndërrua edhe kandidatin edhe me pas edhe propozime të ndryshme për të dalë nga kjo situatë. Kështu që ju e dini edhe ne si deputet të Kosovës, pavarësisht linjave politike, partive çfarë përfaqësojmë, me të vërtetë po ndihemi sikur të jemi në një qerdhe të fëmijëve, sepse kokëfërcia, egot e ndryshme nuk po lejojnë që Kosova të ecë përpara dhe të formojë institucionet e veta dhe kështu të merr premtimet dhe të punoj për premtimet që ka bërë në fushatet elektorale të saj. Nëse vazhdojnë kështu, me të vërtetë po humbim çdo sens të përgjegjësisë çfarë kemi para qytetarëve të vendit. Ka besoni që mund të ketë ndonjë rezultat pozitiv nga takimi me presidentin? Unë shpresoj që të gjithë të ulin egot dhe të shikojnë me përgjegjësi më të madhe dhe të kalojnë këtë lamsh që është bërë deri më tani, dhe shpresoj që edhe të përgjigjet ftesës edhe partia që ka fituar 48 mandate në Kuvendin e Kosovës, dhe kështu të kemi një rezultat që i përgjigjet edhe status politike. A shka po të ka me propozim në këtë takim? Mbetet të shihet nga kryetari i partisë, kemi me diskutu edhe një herë në grup parlamentar dhe në institucionet, në strukturat e partisë dhe e shumë tutje. Edhe një herë, ne si deputet të Kuvendit të Kosovës, pavarësisht bindjeve politike për shoh dhe nga kolegët, me të vërtetë dëshirojmë të bëjmë një zgjidhje, po shihet qartë që zgjidhja është një herë në dorën e partisë më të madhe në Kuvendin e Kosovës, e cila edhe pse është më e madhja, nuk i ka numra të mjaftueshme. Faleminderit shumë.